Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Prej kapitujve, ose prej nën kapitujve të rëndësishëm të pastërtisë është edhe nën kapitulli i fundit, e që ka të bëjë me menstruacionet dhe lehonin. Ky nën kapitull është nën kapitull shumë i rëndësishëm sepse lidhet me shumë gjëra të ibadeteve, po edhe jashtë ibadeteve. Lidhet me namazin e gruas, lidhet me agjërimin e saj, lidhet pastaj edhe me çështje të ndryshme të kurorëzimit apo të shkurorëzimit. Për shembull, njeriu nuk e ka të lejuar ta shkurorëzon gruan duke qenë ajo në menstruacione. Prandaj duhet edhe me ditë rregullat e menstruacioneve, sikur një gjak i dalur konsiderohet menstruacion kur jo. Po ashtu edhe burri ka të ndaluar të bëjë marrëdhënie intime me gruan e tij gjatë periudhës së menstruacioneve. Edhe gjëra të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me këto të dyja, pra me menstruacionet edhe me lehonin, prandaj dietarët kanë kushtuar vëmendje të posaçme këtij nën kapitulli. Disa prej dietarëve kanë shkruar edhe libra të posaçme që sqarojnë dispozitat apo normat apo gjykimet që kanë të bëjnë me menstruacionet dhe lehonin. Sa i përket këtij kapitulli, nëse mund të them, ose nën kapitulli, i cili është brenda kapitullit të madh të pastërtisë, themi se trajtimi i çështjeve të menstruacioneve mund të bëhet në dy mënyra ose në dy anë, në dy aspekte. Aspekti i parë është me kuptuar ato rregullat e përgjithshme, rregullat bazike ose dispozitat bazike sa i përket menstruacioneve. Pa i kuptuar çto, nuk mundet njeriu me ardhë edhe me ndërtu mbi to çështje të ndryshme që ju ndodhin grave në jetën e tyre të përditshme. Për shembull, pyet një grua, për shembull, se më ka ndodhur mua që jashtë kohës së menstruacioneve ka ardhur gjaku. A më fal, a mos më fal? Atëherë kemi nevojë fillimisht me kuptu kur konsiderohet një gjak se është gjak i menstruacioneve, sa zgjat ai. Ka zgjatja minimale, ka zgjatja maksimale, ka zgjatja e zakonshme. E kështu me radhë, cila është periudha më e shkurtër që mundet me qenë mes të dy pastrimeve. E kështu me radhë, këto gjëra është mirë njeriu me i kuptu prej fillimit edhe me perfekcionu në mënyrë që gjërat e tjera që vijnë e që janë gjëra dytësore ose gjëra të cilat ndërtohen mbi këto, atëherë shumë më lehtë ka me kuptu ose edhe me sqaru. Kapitulli i menstruacioneve dhe lehonis është përveç kapitulleve që është për kapitulleve të rëndësishëm, mirë po në disa raste edhe nuk është edhe aq i lehtë. Nëse njeriu mundohet me kuptu këtë kapitull ashtu siç e përmendëm më herët, domethënë duke mësuar ato çështjet bazike dhe pastaj çështjet dytësore, atëherë ka më lehtë me kuptu. Por ndryshe nëse fillimisht dëshiron me kuptu, domethënë në mënyrë të ngatruar, atëherë ka më pas edhe më të vështirë. Imam Ahmedi përmend në fjalët e tij, s'ka thënë jalastu fi kitab al-hayd 9 sinin. Domethënë Imam Ahmedi thotë kam ndajt domethënë 9 vite derisa kam kuptuar mirë kapitullin e menstruacioneve, sepse ka gjëra të ndryshme që ndodhin grave edhe kajherë, sidomos edhe në kohrat moderne, në kohrat bashkëkohore, kur ato përdorin për shembull kontraceptiv ose përdorin barnë ose domethënë medikamente që jo pengojnë, jo ndalojnë ciklin, pastaj ngatrohet aty në cikli, që ka me bënë në mënyra të domethënë në gjendje të ndryshme, atëherë është e rëndësishme që njeriu me kuptu. Natyrisht tash në këto derse do të përmendëm shumë prej çështjeve, po nga njëherë disa prej çështjeve ka nevojë me thënë ndonjë hoxh ose ndonjë njeri i cili i merr vesh mirë këto çështje dhe për me e konsultu, sidomos për çështje të ndryshme që mundën me ndodh grave. Çka është menstruacioni? Në arabisht i thonë haid, ka edhe emra të tjerë të ndryshëm. Fjala haid është marrë prej hadh al-wadi, që ka kuptimin sale. Sale domethënë është marrë haid prej se e ka kuptimin selan, që e ka kuptimin rrjedhje. Domethënë rrjedhje e gjakut. Edhe aspekti gjuhësor është marrë prej foljes ose prej fjalës hadha ose haid, që ka kuptimin rrjedhje e diçkahit. Mirë, por këto është rrjedhja e gjakut në qoftë se ajo
është në një kohë të saktume. Mirë po sa i përket anës domethënë fetare, çka është hajdhi, çka është menstruacioni, dietarët e kanë përkufizuar me përkufizime të ndryshme. Disa për këtyre përkufizimeve, njëri për tyre për shembull është damun yakhruju min rahim al-mar'a 'adatan li ghayri maradhin wala wilada. Gjak i cili del nga mitra e gruas në mënyrë të zakonshme, domethënë kur vjen periudha e menstruacioneve, jo për shkak të sëmundjes, domethënë jo shkak i cili vjen si shkak ndonjë sëmundje ose si shkak ndonjë çrregullimi, apo jo po ashtu edhe jo gjak i cili rrjedh për shkak të lindjes. Ky domethënë është ai përkufizimi. Domethënë menstruacioni ndodhet për arsye se trupi i femrës përgatitet për shembull çdo muaj për shtatzani. Dhe kur nuk ndodh ajo shtatzania, atëherë trupi domethënë e pastron vetveten e tij duke larguar ato që quhet endometriumi, pra stresa e brendshme e mitrës, që kjo gjakderdhje e cila rrjedh duke larguar këtë endometrium, i cili shërben për implantin e atina embrionit, nëse ndodh ai fekondimi. Nëse nuk ndodh pra fekondimi, atëherë ky shpërbëhet edhe shkatërrohet edhe del bashkë me domethënë ka gjake, ka domethënë gjërat e tjera të ndryshme. Dhe ky është ai farë çka quhet domethënë shkurtimisht gjaku i menstruacioneve. Tek ato rregullat bazë kemi nevojë mi kuptu domethënë një nga një dhe domethënë në mënyrë të renditur. E para, çështja që ka nevojitemi me sqaru është kur është ajo koha kur ka mundësi gruas ose femrës me ardhur menstruacionit. A ka kohë të caktuar apo nuk ka kohë të caktuar? Sepse gjejmë femrat të cilat arrin moshën e pubertetit, disa prej femrave për shembull arrin moshën në mënyrë pak më dikush pak më herët, dikush pak më vonë. Pastaj edhe vendet dallojnë mes veti, për shembull në vendet e nxehta vinë menstruacioni më herët, ndërsa në vendet e ftohta pak më vonë. Po ashtu kanjëherë edhe ajo ana kulturore ndikon. Domethënë njerëzit të cilët kanë një farë kulturë më shumë rreth rreth marrëdhënieve intime ose atëherë mundën me ndiku kjo që domethënë më pjek ose më ardh menstruacionet më herët. A ka ndonjë periudhë caktuar ku konsiderohet periudha minimale kur gruaja ka mundësi me pas menstruacion apo jo? Kjo duke bazuar domethënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, edhe për këtë çështje ka diskutim ndërmjet dietarëve, mirë po është mendimi më i saktë, ajo është se nuk ka mundësi me pas menstruacione para moshës 9 vjeçare. Domethënë mosha më vogël. Ku ka mundësi mi ardh një femrës menstruacionet është kur ajo është 9 vjeç. Pse po e përmendëm këtë? Për arsye se nëse për shembull një femre i ndodh një gjakderdhje, vjen gjaku. Atëherë shikojmë mas pari se çfarë mosha ajo. Nëse ka 8 vjet ose 5 vjet, atëherë themi se ky ka mundësi me kanë gjak menstruacioni. Mirë po, nëse është mosha për 9 vjet, atëherë themi se ka mundësi me kanë gjak menstruacioni, ka mundësi me kanë gjak menstruacioni. Cili është argumenti? Argumenti është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me Aishën radhiyallahu anha duke qenë ajo 9 vjet. Domethënë që është ka hyrë në moshën e pubertetit, po edhe është dhe Aisha radhiyallahu anha në një fjalë saj na thotë idha balagat as-sabiyatu 9 sinin fa hiya imra'a. Kur të arrin femra moshën 9 vjeçare, atëherë ajo konsiderohet sikur se gruaja ka mundësi domethënë mi ardh edhe me hyrë në moshën e pubertetit. Dhe kjo është domethënë ai mendimi më i saktë i dietarëve. Ndërsa cila është ajo mosha e vonshme kur i ndërpritjen gruas menstruacionet që ndryshe quhet mosha klimaksit, domethënë periudha e klimaksit, kur një grua, një femre, domethënë i ndërpritet menstruacionet dhe nuk i vijnë më. A ka ndonjë moshë caktuar apo jo? Dietarët kanë mos pajtime. Disa prej dietarëve thonë 50 vjet, disa dietarëve thonë 60 vjet. Po mendimi më i saktë është me thonë se nuk ka moshë caktuar. Dhe kjo varet prej ambientit, prej vendit, prej edhe tabiatit, domethënë të grave, të femrave të një vendit, të femrave të caktuar, domethënë nuk ka diçka të caktuar që mundem me përcaktuar se është moshë
Ajo zakonisht ndodh, për shembull, është një moshë e caktuar që zakonisht vjen klimaksi, mirë po nganjëherë disa pyetje që parashtrohen janë ato të cilat vijnë pe grave për shembull 50 vjet, 55 vjet, thonë mas një kohe që na kanë ndërprit neve në menstruacionet atëherë në ka orë një lloj gjaku. Ata është me konsideru këta menstruacion apo është gjak i shregullt. Themi, do të thonë se nuk ka moshë të caktuar, varet kjo prej ambientit, prej vendit e kështu me radhë. Çështja tjetër me rëndësi është se a ka mundësi me u bë bashkë menstruacioni edhe shtatzania. Sipas mendimit më sakt nuk ka mundësi. Mendoj edhe gruaja shtatzon me pas edhe menstruacione. Do thonë si në aspektin mjekësor, po edhe në aspektin fetar ka disa argumenteve që dëshmojnë për këtë. Do thonë në momentin kur i ndërpritën gruas menstruacionet, atëherë ajo është një prej shenjave, ka mundësi me pas edhe çrregullime tjera. Për shembull, sidomos të gratë ato të cilat kanë kohën afër klimaksit, mi po na flasim në atë aspektin e përgjithshëm, aspektin e grave të cilat janë pak më të reja, për shembull. Në momentin kur i ndërpriten asaj menstruacionet, atëherë themi se ka diçka, është një shenjë që gruaja e tillë është shtatzon. Pra s'ka mundësi gruaja me qenë edhe shtatzon edhe me qenë me menstruacione. Cili është argumenti? Thot Allahu azza wa jalla wa ulatul ahmali ajluhunna ay yadana hamlahun. Ato të cilat ulatul ahmal, ato të cilat janë shtatzona. Në qoftë se dikush e lëshon një grua shtatzon, cila është ajo periudha kur duhet ose kur i kryhet asajna ideti, pritja, sepse gratë janë, domethënë llojet e grave janë të ndryshme. Është një grua për shembull e cila është femër e cila ka menstruacione të rregullta, Allahu azza wa jalla thot wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru. Ato të cilat dikush, domethënë i ka lëshu, gratë e lëshume, gratë e shkurrëzume, sa duhet me prit? Duhet me prit 3 quru. Këtu ka orë quru, dietarët mësane vjen ndoshta me lenin Allahu azza wa jalla kur do ta shërojmë kapitullin e shkurrëzimit, vjen se dietarët kanë mos pajtime se a është për qëllim 3 menstruacione apo 3 pastrime pas menstruacioneve. Ka mos pajtime, mirë po, me rëndësi është me sqaru se ato gratë të cilat kanë menstruacione, vinë menstruacione në formë të rregullt, atëherë ato do të presin sa 3 menstruacione ose 3 pastrime pas menstruacioneve. Mirë, ajo gruaja e cila është shtatzon, sa do të me prit? Do të me prit derisa të lindë fëmia. Në momentin që i lindë fëmia, atëherë i kalon ideti, kalon pritja. Pra, në qovë se shtatzona, kishte me qenë grua që i vinë menstruacione, kishte me llogarit, kishte me marrë në jetë kuranor që pritja me qenë me menstruacione, jo me lindjen e fëmijët. E pasi që pritja përfundon me lindjen e fëmijët, atëherë është dëshmi se ajo femra e cila është shtatzon, s'ka mundësi asaj na me ardh menstruacionet. Po ashtu edhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Abdullah ibn Umayr e patë lëshu, e patë shkurrëzu gruan e tij duke qenë ajo me menstruacione. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi, do thonë është në përgjithësi hadithi në Sahih Buhariut edhe Muslimit, mirë, po kjo shprehje që do ta përmendë është përmendur në Sahihun e Muslimit. Ka thonë pasi që Omer radiallahu anhu ka shkuar dhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për djalin e tij Abdullahin, se çish më vepru, çka më bë. Ka thënë murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Urdhëroi Abdullahin le të rikthen ata. Domethënë shkurëzimi gjatë periudhës kur ai e ka shkurëzu ose dikush e shkurëzon gruan e tij duke qenë ajo grua në menstruacione nuk llogaritet. Duhet me rikthy edhe një herë. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Pastaj le ta shkurëzon gruan e tij duke qenë ajo pastër apo shtatzon. Që do të thonë se gjatë periudhës së menstruacioneve është haram me lëshu, konsiderohet bile talak bid'i, talak bidat që konsiderohet, mirë po i lejohet me shkurrëzu duke qenë ajo në gjendje kur është shtatzon. Që dëshmon kjo se shtatzona, do të thonë nuk ka mundësi me pas menstruacione. Sepse disa prej dietarëve kanë përmendur se ka mundësi edhe
kanë përmend një mendim tjetër. Mirë, po mendimi më i saktë se s'ka mundësi. Cila është ajo kohë zgjatja minimale e menstruacioneve? Sa zgjasin mas pakti menstruacionet? Sa ka mundësi me zgjat mas pakti? Edhe këtu ka mendime të ndryshme dietarëve. Për shembull, disa dietarë thonë 1 ditë edhe 1 natë. Disa prej dietarëve thonë 3 ditë edhe 3 natë. Duke bazuar në një hadith, hadithi është i dobët, shumë është hadith i dobët. Disa prej dietarëve kanë thonë se qoftë edhe një moment. Domethënë qoftë edhe një moment caktuar, qoftë edhe 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë. Edhe në qoftë se nuk zgjat sa 1 ditë e 1 natë, as sa 3 ditë e 3 natë, ka mundësi. Dhe kjo është mendimi më i saktë, sepse hadithet që janë përmendur këtu janë hadithe shumë të dobta dhe jemi në të sigurt se për këtë gjakut se është gjaki i menstruacioneve në qoftë se ka ardhur në kohën e vet. Në kohën e vet, atëherë llogaritëm që është gjaki i menstruacioneve dhe nuk kushtëzohet që të jetë, domethënë gjaki i cili zgjat një periudhë të gjatë. Pra mendimi më i saktë është se gjaku edhe në qoftë se rrjedh një ditë ose një gjysmë të ditës ose 1 orë, përdesa është në kohën e tij, atëherë konsiderohet gjaki i menstruacioneve. Mirë, sa është ajo kozgjatja më e gjatë e menstruacioneve? Sa mundën menstruacionet më zgjat më së shumti? Ka edhe këtu dietarë, domethënë ka mos pajtime, por mendimi më i saktë është se është 15 ditë. Domethënë periudha më e gjatë që mundet më zgjat këto menstruacione se gratë janë të ndryshme, të disa menstruacionet zgjatin 5 ose 4 ditë ose 6 ditë, mirë po, më së shumti që mundën më zgjat, domethënë sipas mendimit më saktë është 15 ditë. Zakonisht sa mundën më zgjat është 6 apo 7 ditë, duke bazuar në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka bu Hasan Buhariu dhe të tjerë, hadithi Hamnat bint Jahsh. Hamnat bint Jahsh edhe motrat e saj ka pas një problem me istihadha, me rrjedhjen e gjakut jo në kohën e vet, rrjedhja e gjakut vazhdueshme. Dhe nuk kanë diçka më bëj. Domethënë njëra prej atyre grave 9 vjet ka pas rrjedhje të vazhdueshme të gjakut. Të tash përgjatë këtina 9 vjet, disa periudha kanë qenë me periudha menstruacione, disa nuk kanë qenë periudha menstruacione. Tash çish më dalluar, çish më apo çka më marr për bazë. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka uzu të hajdhi fi ilmi Allahi 6 au 7. Ka thonë, konsiderohet që hajdh menstruacion është 6 ose 7 ditë. Këtu është 6 ose 7 ditë. Mirë, po disa dietarë kanë thonë, shikohet me motrat e saj ose me anëtarët e familjeve të saj. 6 ditë nëse shumica e motrave të saj ose familjes së saj, ka ana e nonës për shembull, i kanë pasur atë periudhën ka zgjatës 6 ditë, e merr 6 ditë, nëse ka pasur pak më shumë 7 ditë, i merr 7 ditë. Mirë, po në hadith është përmendur që 6 ose 7. Këtu, domethënë, vijnë mesela të tjera që lidhen me këto, sidomos me këtë çështje lidhet kur gruaja e harron kur e ka pasur menstruacionin, të smundet me dallu. Dhe ka rrjedhje të vazhdueshme të gjakut, atëherë e themi e merr këtë hukum që e merr 6 ditë ose 7 ditë. E ka merr 6 ditë apo 7 ditë. Sa është periudha më e paktë mes të dy pastrimeve? Domethënë, periudha më e paktë. Për shembull, një grua ka pas gjak menstruacionin, është pastruar. Pastaj mas një kohe, mas një 5-6 vite ka ardhur gjaku përsëri. A ka ndonjë periudhë e cila do të më konsideru periudha më pak që s'ka mundësi me pas gjak menstruacionit që e bie se në qoftë se për shembull tash në qoftë se është vetëm 4 ditë, 5 ditë, atëherë mos më konsideru këta me gjak menstruacione mirë, por më konsideru gjak të shregullt. Themi se mendimi më saktë është se ajo periudha më e paktë mes të dy menstruacioneve është 13 ditë. Dhe duke bazuar në një qada, në një gjykim të Aliut radhiyallahu anhu. Ka ardhur një grua të Aliu radhiyallahu anhu, ose një njeri, ka ardhur një njeri të Aliu radhiyallahu anhu dhe ka thonë, unë kam lëshu gruan time, thotë, mirë, po mas një muaj më ka thonë, ka kalu muaj deti. A ka mundësi kjo me ndodh? Ka thonë, aty ka qenë kadia e Aliu radhiyallahu anhu Shurejhe. Ka thonë, Aliu, jepe mendimin ti. Ka thonë, në qoftë se ai vjen me argumente prej familjes së saj, që është e vërtetuar për me që ka pas për me 3 menstruacione atëherë merret për bazë. Qysh për brenda një muaj dite me pas
3 menstruacione, domethënë nëse marrim që një, domethënë është ose më marrim ato një ditë në natë, ose një periudhë caktuar më pak se sa një ditë në natë. Për shembull nëse i ka pas menstruacionin vetëm një ditë edhe një natë. Pastaj 13 ditë periudha mes të dy menstruacione. Pastaj një ditë, pastaj apo 13 ditë, pastaj edhe një ditë, i bie që domethënë një muaj ditë është plotësuar dhe i ka kalu pritja. Domethënë kjo hadith ose kjo gjykimi Ali radhiyallahu anhu, i cili ka miratuar gjykimin e shorehit, merret për bazë për me konstatuar se periudha në mes të dy pastrimeve më e pakta që mund me kon është 13 ditë. Ndërsa periudha më e gjatë, s'ka periudhë më gjatë. Se mundet një gruas, domethënë më ndërprit menstruacionet 1 vjet, 2 vjet. Diku më ndërprit 5 vjet. Domethënë s'ka periudhë më gjatë mes të dy menstruacioneve. Mirë po në vim më shumë ajo periudha më e shkurtë mes të dy pastrimeve, se domethënë në thash menstruacione, mirë po është për qëllim mes të dy pastrimeve. Domethënë mes të dy pastrimeve nuk ka periudhë më të gjatë, se mundet domethënë mos me pas menstruacione gruaja 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet dhe me vazhdu kështu. Prandaj nuk ka periudhë më të gjatë, diçka që e cakton se cila është periudhë më gjatë, mirë po periudha më shkurtë është 13 ditë. Këto janë ato çështjet bazike se i përket menstruacioneve. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.